Përshëndetje të dashur miq të mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV, për të nisur takimet të ditës të sotme. Sot jam pranë jush me ngjarjet më të fundit, me lëvizjet më të fundit që në fakt po shokojnë, po trondisin publikun shqiptar, po ashtu më trondisin edhe mua. Nuk e kam pritur që Brikena do të bën lëvizje kaq të shpejta, edhe pse marrëdhënia e tyre është një marrëdhënie e rregullt, është një marrëdhënie okay. Tani duke e ditur që Brikena është një personazh që përjeton hatërmbetje. Do me thënë, këtë gjën e ka patur edhe në shtëpinë e Big Brotherit, publiku ka filluar që të dyshon. Ditën e djeshme, pa pritur janë hequr fotografit të Brikenës dhe Mateos nga Instagrami i Brikenës dhe nga Instagrami i Mateos. Pasi që fansat janë të zhytur në jetën e tyre, janë të zhytur në përjetët sociale të tyre, me njëherë kanë reaguar pas lëvizjes së fundi që është bërë kundër drejt çiftit. Thënë, shumica e fotografive ishin fotografi të hedhura nga faqe të ndryshme që në fakt kishin bërë tak Brikenën dhe Mateon. Por në anën tjetër, kishte edhe një fotografi që Mateo kishte hedhur, apo një video, reels, që Mateo kishte hedhur me Brikenën e cila nuk ekziston më. Ngjarja ndodhi shumë shpejt, do me thënë nga fakti që Mateo dhe Brikena takuan dhe familjarët e tyre, në këtë rast më thënë Brikena takoi zonjën Zana, vjerën e saj pikërisht një ditë përpara që kjo marrëdhënie të shkatrohet, kështu duket, por siç duket çifti janë duke përjetuar një moment interesant. Ngjarja ka zhvilluar, do me thënë drama, tani do ta them unë, ka zhvilluar më tej. Mateo dhe Brikena kanë fshirë njëri tjetrin nga Instagrami, do me thënë unë do t'ju asjell, nuk janë ekzistent, ato edhe mund t'jenë, po mund t'a kenë bërë dhe privat, nuk i dihet, por këtu del si që kanë fshirë, do me thënë njëri tjetrin nga Instagrami, dhe Brikena gjithashtu ka ndryshuar dhe foton e profilit të Instagramit, duke hedhur një foto të vetën. Do me thënë, në pamje të parë dhe në dukje të parë, në kupton që Brikena është ndarë me Mateon. Dhe Mateo ka bërë të njëjtën lëvizje, do me thënë ka heqë Brikenën nga Instagrami, por nuk e ka ndryshuar foton e profilit. Tani, publiku është në një siklet të madh, do me thënë duan ta dinë se çfarë ka ndodhur, nga që momenti dhe gjërat nuk përshtaten me ngjarjen, janë shumë afër takimit që Brikena bëri me familjen e Mateos. Nëse Brikena është ndarë nga Mateo, supozojmë, edhe pse nga informacionet që kam unë nuk është e vërtet, me thënë ato të dy bashkë janë, por nëse Brikena është ndarë, çfarë mund ta kishte shtyrë të ndahet nga Mateo pas gjithë respektit, pas gjithë dashurisë që mori nga Mateo, do me thënë babai i Mateos, Brikenën e ka pritur me shumë respekt natën e finales, duke i thënë që uroj me zemër të na embushësh edhe shtëpinë tonë. Do me thënë prindërit e pash që kanë një dashuri të jashtëzakonshme për Brikenën, por edhe Brikena tregoi një respekt të madh për vjerën e saj. Por çfarë e shtyu Brikenën që ta bën këtë lëvizjen, kjo është për të befasuar. Tani ndoshta ka dhe një mes tjetër që Brikena dëshiron që jetën e saj publike ta bën publike si jetën e saj dhe jo ta njohin si Brikena e Mateos, por ta njohin si Brikena Selmani, personazhi dikur Miss, dikur ish banore e Big Brotherit, sot paneliste në Shizon Top. Ose të gjithën këtë ngjarjen, do me thënë, çifti e bën në bashkëpunim me produksionin e Shizon Topit, që sezoni Shizon Topit të jetë sezoni klikushëm dhe njerëzit të kenë atë kureshtjen e madhe për të ndjekë Shizon Topin në favor të Brikenës edhe Mateos për të arritur të kuptojnë ndoshta në Shizon Top se çfarë po ndodh mes çiftit, sepse Sara ishte ajo që e quan partnerin e jetës të Brikenës, Mateon, edhe partnerin e skenës,
takon mamin Zanën dhe pikërisht ditën e sotme ndodhin këto ngjarje pas 2 ditësh, që në fakt është një afat kohor shumë i shpejt dhe mendoj që edhe nëse bëhet për shakara të këtilla, nuk është gënjeshtër e menduar dhe do kisha këshilluar Brikenën dhe Mateon të mos e lëndojnë publikun e tyre me këto lloj veprimesh. Janë karta të lexueshme, publiku i do të dy bashkë kur janë të sinqert, publiku i vlerëson kur janë të sinqert dhe sinqeritetin e tyre, dhe të mos luajnë në lojra të tilla që sinqerisht e futin në siklet publikun dhe krijojnë një lloj urrejtje kundër drejt këtij çiftit, sepse çifti vepron në fund të ditës për të fituar në këtë mes disa klikime që realisht nuk kanë asnjë lloj vlere. Nuk mundet një dashuri aq e madhe, nuk mundet 7 orë biseda të mbarojnë për një ditë pa asnjë lloj shpjegimi, ku një ditë më përpara pikërisht vajza në fjalë, do të thënë nxjerrën fotografi me vjerën e saj dhe është shumë e lumtur. Tani, nga informacionet që unë konsideroj, marrëdhëniet janë të mira, nuk është se ka ndonjë ndarje, por dyshoj që do të thënë rikthehet ky fenomen i shëmtuar që po ndodhen tek personazhet publik, që do të thënë bëjnë ca lëvizje, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në përbot, që publiku do të thënë i përjeton shumë keq dhe i quan si lëvizjet më dram, i quan si lëvizjet më të vështira që mund të ndodhin në një shoqëri siç është Big Brother. Unë uroj që Mateo dhe Brikena të mundohen të nxjerrin më të mirën e vetes së tyre, të tregojnë vërtet vlera, të tregojnë vërtet njeriu që duhet treguar, dhe në këtë rast mos të luajnë me publikun shqiptar, sepse është shumë e ulët dhe është shumë çnjerëzore të luash me shpirtin e një publiku që të duartrokiti dhe të dhurojë dashurinë. Do të thënë, unë e shoh të gjitha në këtë një fokus që Brikena të ketë fokusin në shizon top dhe të ndiqet jashtëzakonisht shumë, sepse duke njohur karakterin e Brikenës, duke njohur natyrën e Brikenës, mund të ketë zënka me Mateon, por mua nuk ma merr mendja që një zënk mund të çojë situatën deri në këtë pikë që, do të thënë, Brikena të merr vendimin të shkatërrojë marrëdhënien, të fshin njëri tjetrin nga Instagrami, se edhe mund ta kenë bërë privat, vetëm e vetëm për një interes të vetëm që janë klikimet. Do të thënë, çifti edhe nëse e kaloj, do kisha këshilluar që ta mbyllën sa më shpejt si lojë, sepse do krijojnë një lloj inati tek publiku dhe publiku do i shikon krejtësisht me sy tjetër, sepse ajo që publiku e uren është jo sinqeriteti me të. Do të thënë, Kiara dhe Luizi kanë patur ndoshta marrëdhënie të shkatruar brenda në shtëpi, në kuptimin janë grindë, janë acaru, por nuk i kanë nxjerrë të gjërat e publikut. E publiku e kanë respektuar martesën e tyre dhe profilin e tyre.